Ministria e Brendshme ka ngritur kallëzim penal ndaj 11 arrestuarve mbrëm lidhur me keqpërdorimet e furnizimeve publike të mazutit të dëmshëm për shëndetin. Një person është akoma i pakapshëm nga organet e rendit, kurse një tjetër është në paraburgim për një vepër tjetër. Sipas policisë me urdhër të gjykatës penale dhe në koordinim me prokurorinë për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit, kanë kryer aksion në Shkup, Manastir dhe Kërçov. Ministria e Brendshme tha se 11 persona të privuar nga liria kanë kallëzime penale për shpërdorim të pozite zyrtare dhe pastrim parash dhe produkteve të tjera të veprës penale. Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал поднесена е кривична пријава за злоупотреба на службена положба и овластување и перење пари и други приноси од казниво дело против 13 физички и едно правно лице. Министерството за внатрешни работи по насоки на надлежниот јавен обвинител ќе продолжи со преземање на понатамошни полициски активности и дејствија со цел обезбедување на други докази поврзани со други кривични дела. Në kuadër të aksionit janë gjetur dhe sekuestruar dokumentacione, 5 aparate celular, rreth 1500 pluma të kalibrave të ndryshëm, 2 pistoleta dhe 3 vetura. Televizioni 21 siguroi edhe emrat e të dyshuarve. Në mesin e të dyshuarve është edhe ish drejtori i EMV-s Vasko Kovacevski për keqpërdorim të furnizimeve publike të mazutit dhe larje parash. Ai është i pakapshëm nga organet e ndjekjes që nga muaji dhjetor për një vepër tjetër penale aditiv që dyshohet për keqpërdorime tjera në elektranat e Maqedonisë së Veriut. Edhe ish drejtori komercial i EMV-s Ardian Muça, që dyshohet për rastin aditiv, tani po dyshohet edhe për mazutin. Të dyshuar janë edhe Ratko Kapushevski, drejtori gjeneral i firmës RKM për tregti me energjinë dhe derivatet e naftës, si dhe Asmir Jaovski, pronari kompanisë Pucko Petrol, i cili është edhe djali i deputetit Ismail Jaovski nga radhët e BDI-s. Pas marrjes në pyetje të dyshuarve për keqpërdorimin e shitjes së derivateve me cilësi të ulët, nga prokuroria thonë se do të procedohet tek gjykatë si procedurës paraprakët të cilët do të merren në pyetje dhe këta të fundit do të përcaktojnë se cilat do të jenë masat për të dyshuarit në fjalë. Nga prokuroria për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit thonë se brenda 24 orëve nga arrestimi sipas praktikave gjyqësore, të dyshuarve duhet t'u shqiptohet një nga masat parahetimore.